Jo që jemi penalizu, që kemi arë nga zonat rurale, po jemi penalizu fort. Edhe në fakt nuk jemi pranu heq. Nuk më kam pranu, sepse na i kena pas do profesor atje që tregimin e tyne e kanë ndërtu mbi bazën e asaj që mos t'i ma fell. Sepse më nuk jetojnë edhe nuk du me kriju konsekuencat pa nevojshme. Por që kemi pas vështërsi është e vërtet. Por që na u qel një derë se nuk mbyllen këtë dyrë një jetë. Patjetër. Dhe gjëra ndodhin për një arsye një jetë, unë besoj fuqishëm këtë. Një mik shok ngusht që po thuj se kemi kalu pjesën më të madhe të jetës bashkë, Fadil Veselin, edhe ai kishte studiuar në Maqedoni edhe me ofroj që me ardhë edhe me provu në të tullë. Erdhëm. Ke pas ndonjë dozë dëshprimi pikërisht për faktin që nuk je pranu ndoshta në Kosovë? Nëse kthehesh tash në atë kohë, si i ri, me ëndra, me ambicje? Më thonë të drejten, duke i njoft shqiptarët shumë mirë, deri në palës, asë një shqiptarë më nuk më rinë mund dëshpru. E kemë ri ma atë pikë? E kemë ri atë pikë, sa që ma asë mu befasu e asë mu dëshpru. Se dëshprimi fjale madhe, po flasë në atë kohë që ke qenë. Në kuptimin që edhe në atë kohë, kur kam qenë shumë a i ri, si kur e kuptojsha fenomenin e shqiptarëve edhe vetjem i tilë edhe nuk më rinë më, asë mu më gëzu shumë, e asë mu më hidhru shumë, e asë mu më demotivu shumë. Shkoj si një trajt shumë edhe nuk i marrë shumë senet që tuat ka na mejrësh. I marrë kogja easy.